Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani fillojmë me mesazhet për ëngjëjt. Çfarë thon ëngjëjt për ditën e sotme? Pra, çfarë thon ëngjëjt, mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme? Storia d'amore, histori dashurie. Shumë shpejt në jetën tuaj do të fillojë një histori dashurie shumë e bukur. Keni persona pranë që ju qëndrojnë në çdo moment për këtë histori. Pra keni persona gjithmonë pranë kësaj historie. Sepse gjithçka do të shkojë më mirë në këtë histori. Dhe ti do ja dalësh sot qëllimeve, ëndrave të tua që ke thurur në jetën tënde në këtë histori dashurie. Sepse ti je një person thot që di të falësh në jetën tënde. Pra di të falësh gabimet që ti ke bërë, personat e tjerë që të kanë lënduar, pra ti di me atë botën tënde të madhe shpirtërore si të falësh njerëzit që të kanë lënduar. Dhe gjithmonë thua, lëri të shkojnë këta njerëz negativ, këta njerëz që më kanë sjellë lëndime, sepse gjithçka do të bëhet më mirë. Dhe një po e madhe nga ëngjëlli jot vjen në jetën tuaj. Pra me gjithë këto gjëra që ti fal, ti mendon gjithmonë në mënyrë pozitive, ti ke këtë histori të madhe dashurie, fal botës tënde të madhe shpirtërore që ke. Fal kësaj bote të madhe shpirtërore që ke, ti ja ke dalë. Dhe ti ke krijuar këtë histori të bukur dashurie në jetën tënde. Ishte mesazhi i ëngjëlve për ditën